Adhurues të basketbollit kudo qeni duke na shikuar në këto çaste në Kosovë, Evropë apo Amerikë, mirë se erdhët në kryendeshjen e Xhiros së 5 të edicionit të si vjetëm fantastik të Pro Credit Superligës, ku Sigal Prishtina po e pret Go Plus Payën, njërën nga dy skuadrat lidere ende të pamposhtura, direkt nga palestra e rinisë e sporteve në kryeqytet, me ju së Diamona Gonfehmiu. Rivalet e vjetër sonte po takohen për herë të parë në këtë edicion, i cili deri tash ka sjellë ndeshje fenomenale, drama dhe emocionet që po na kthejnë 20 vjet prapa dhe po na rikujtojnë epokën e artë të basketbollit kosovar të pas luftës nga 2002 deri në 2008, periudhë kjo e cila ende përmendet si më e ndritshme dhe më emocionuese e basketbollit pavarur kosovar nga 1991-92. Pa dyshim se rezultatet e 4 xhirove të para me shumë befasi dhe loja e mire e debutuesve në elit, Raovecit 0-29, i cili edhe pse ka një fitore 3 humbje, megjithatë në gjitha ndeshjet është mposhtur shumë vështirë dhe ngushtë. Bora e cila në këtë edicion hyri me shumë optimizëm dhe synime për rezultatet larta, por dështoi në 4 xhirot e para dhe aktualisht është e fundit pa fitore për çka shkarkoi trajneri Lubomir Minçev. Vllaznimi, kampionët aktual të Ligës Unike që po ashtu startuan me 3 humbje rresht si pasojë transferimeve të gabuara të kuaj në start dhe fitoren e para arritën javën e kaluar pas përballjes direkte me Borën, që ishin dy skuadrat e vetme pa fitore. Pastaj duhet theksuar patjetër formën e shkëlqyeshme të nën kampionit aktual Bashkimi, i cili nuk di për humbje dhe në mesjavë arriti fitoren historike kundër Cibonës legjendare, si dhe startit fantastik të Go Plus Payës, skuadra e cila si duket me ardhin e sponsorit të ri General Pijës Energjike Go Plus ka marrë një ekstra energji dhe nuk po di për humbje. Gjithashtu, duhet theksuar edhe formën dhe startin e mirë të ekipit më të trofeshëm në historitë të basketbollit ton, me 4 trofet fitume, Sigal Prishtinës, e cila si vjetë u kthye seriozisht në garë për titull dhe shënoi 3 fitore rresht para se vikendin e kaluar të mposhtej nga Bashkimi, njëri nga 2 liderët që nuk po di për humbje si vetë dhe ja sonte po përballet me liderin e dytë të pamposhtur deri tash Go Plus Payën. Mos t'i mbetemi Borxha dhe kampionës aktuale Trepçës, e cila pas pati një start jo të mirë me 2 humbje nga pikërisht Peja dhe Bashkimi, kurse javën e kaluar mbietoi dramën ndaj Golden Eagle Lullit, duke fituar me rezultat të ngushtë atë duel. Ja, dhe skuadra e Pejës me kapitenin Dardan Berishën, numër 1 Flayton, 4 Mala, 5 Green, 7 Edwards, 9 Hajdari, 10 Johnson, 13 Armstead, 21 Adema, 23 Sara Bajgolli, 32 Herndon dhe 66 Nila, trajneri Gregory Gibson, vendim trajneri Ervin Muharemi. Kapiteni Daniel Lekëndreja, numër 13, numër 00 Edro Bailey, 1 Arjan Azemi, 2 Burns, 6 Kakruki, 12 Hajosaj, numër 14 do të jetë Liri Zeneli, 16 Ibishi, 24 Otri, 33 Kramer, numër 34 Bardhi Strefi dhe 44 Don Poloshka, trajneri Mihail Kakiusis dhe ndihmësi i Stratos Vardakis, dhe tani do të ngritemi në këmbë për intonimin e hymnit të Kosovës. E përmenda të gjitha, po e përmendi edhe Golden Eagle Lullin, skuadrën e cila pati 4 raste në bat, gjykatën për arbitrazh të FIBA-s dhe pati borxhet grumbullume, mirë po i rahatoi të gjitha, filloi stabilizimin e vet duke kryer
edhe ekip të mirë dhe angazhoi trajnerin Takianos, por që në këto 4 xhirot e para përkundër lojrave fantastike nuk pati fat dhe duelet kundër 3 skuadrave të mëdha si Prishtina, Peja dhe Trepça i humbi me rezultate shumë të ngushta, pasi që kishte qenë në avantazh dhe kishte mundur edhe të fitojnë, ndërsa dhe duelin që e fitojnë nga vllazënimi të dobësuar si vjet e fitojnë me rezultat të ngushtë. Pra, gjitha këto që i përmenda, rivaliteti fenomenal, ku secila skuadër është në gjendje ta poshtë secilën, të ndëgjojmë edhe intonimin e himnit të flamurit. Pra po e përmendi edhe njëherë rivaliteti fenomenal, ku secila skuadër është në gjendje ta poshtë secilën. Ndeshjet janë të paparashikueshme dhe nuk ka favorit, duke marrë parasysh se gjitha skuadrat janë përforcuar dhe kanë investuar në trajner kualitativ dhe përforcime kualitative që në start të vjeshtës, duke mos prit janarin, përgatitjet e filluara 2 muaj më parë para kampionatit, gjitha këto dëshmoj se ky edicion do të jetë një maraton e bukur dhe e gjatë, apo si e them unë, një edicion fantastik basketbollistik dhe si vjet tashmë jemi dëshmitar të një edicioni të tillë, më atraktiv, më të bukur dhe më dramatik, pra që nga periudha e artë 2002-2008. Ja ku jemi sonte, pra skuadra më e trofeshme gjitha kohëve, Sigal Prishtina, e cila titullin e fundit kampionit e fitoi para Covidit në edicionin historik 2018-19 në udhëheqjen e Damir Mollamerovicit, e sonte pret rivalin e vjetër Go Plus Pen, ende të pamposhtur, dhe kampionin e vitit 2023 të fundit, para se Trepça të fillonte dominimin e vet në këto 2 edicionet e fundit. Kur jemi te legjenda Prishtinase, trajneri Damir Mollamerovici, njeriu i cili në edicionin 2018-19 me Prishtina si t'i fitoi gjitha trofetja, të shohim edhe peshë startuese, Beli Azemi, Burns, Kakruki dhe Otri do të startojnë për Sigal Prishtinën sonte. Në anën tjetër, Peja do të paraqitet me Marlon Greenin, Johnsonin, Berishën dhe Alan Herndon Qendra. Pra, sikur se isha duke thënë, Mollamerovici, ja dhe treshja e referve, Shabani kryesori me ndihmësit Taqin dhe Vitakun. Pra, Mollamerovici, njeriu i cili në edicionin 18-19 me Prishtina si t'i fitoi gjitha trofet, duke mbyllë edicionin historik, po e them, me 28 fitore pa humbje në pjesën e rregullt, dhe në play-off pati sukses prej 6 fitoreve dhe vetëm 1 humbje nga Rahoveci në serin finale, me total 34 fitore dhe vetëm 1 humbje, dhe në FIBA Europe Cup u kualifikua në top 16, ku eliminua pas përballjes me Varezën, pesër kampionën e Euroligës. Mollamerovici gjatë mesjavës ishte mysafir në Prishtinë me ekipin e tij Dinamon e Zagrebit dhe në kuadër të EMBL-it. Përkundër minusit prej 16 pikëve, në fund riktheu rezultatin dhe poshti trajnerin Kakiusis, i cili e lëshoi fitoren nga duart dhe rastin për të mbetur skuadër e pamposhtur në kuadër të grupit të 2 të edicionit të sivjetëm të Ligës së Basketbollit të Evropës së Veriut apo EMBL. Pra, pas një starti fenomenal prej 6 fitoreve rresht, 3 fitore në Pro Credit Super League dhe 3 fitore rresht edhe në EMBL, ku ishte lidere pa kontestueshme, Sigal Prishtina brenda 72 orëve pësoi 2 humbje rresht nga Bashkimi në Sezaj Suroj dhe Dinamo Zagrebit këtu në Prishtinë, kurse nga ana tjetër Peja pas humbjes nga skuadra e dobët kroate Dubrava, e cila as që mund të matet me buxhetin dhe kualitetin e pejanëve, u këndel duke shënuar 3 fitore rresht, të parën shumë të ngushtë ndaj Borës, e cila dhe ka mundur të amposht Go Plus Pen, por më pas pasoi përballja me liderin e pamposhtur të grupit të 3 të EMBL-it, Spartakun e Plevenit, të cilën pejanët e çmontuan totalisht në Karagaq, po Busqeshi pas atyre treshjeve dhe kanonadës, e cila me të vërtetë e fundosi Plevenin. E më pas unë ndeshën edhe me debutuesi në Super League Rahovecin 0-29, të udhëhequr nga legjenda Pejane Bujar Ljocit, që po bën punë shumë të mirë me vreshtarët dhe me shumë pak pare dhe pak buxhet. Rahoveci me të vërtetë po dëshmohet se është shumë e fortë për skuadrat elitare. Sot pra Sigal Prishtina po lufton për të këndellur nga 2 humbje rresht gjatë javës së fundit nga Bashkimi i Dinamo Zagrebi
dhe për t'u kthyer fitoreve në Super League, kurse nga ana tjetër pra Go Plus Peja po synon të ruaj epitetin e skuadrës së pamposhtur në start të këtij kampionati fantastik të elitës së basketbollit kosovar. Otri dhe Azemi janë aktualisht lider të Prishtinasve me indeks dhe statistika. Otri ka 13.6 asistime, 5 kërcime, 2 topat vjedhur. Azemi 15 pike, 5 presje 5 asistime dhe 4 presje 5 kërcime. Atyri u bashkon edhe Bailey me 18 pikë dhe Burns ish bashkëlojtari, pra DeAndre Burns ish bashkëlojtari i Edon Maxhunit të skuadra franceze Le Portel vitin e kaluar, i cili po luan me 13 pike 3 asistime. Mirë po, të gjitha nuk kanë gjallë pa Don Poloshkon, i cili është truri i ekipit dhe i bashkon gjitha hallkat e kësaj makine, pasi Doni është lojtar ekipor për dallim prej katërshës së përmendur dhe në mënyrë inteligjente organizon sulmin e mbrojtjen dhe është qendra e komunikimit, duke mundësuar që Bardh dhe Kaltri të kalojnë lehtësisht nga mbrojtja në sulm dhe anasjelltës. Është dëshmuar se me Doni në lojë, skuadra fiton dhe në mungesë të tij skuadra po bjen në ritëm dhe po i humbas ndeshjet, e kjo u dëshmua kundër Bashkimit, por edhe në lojë kundër Dinamos, kur e përsia nga 15 u zhduk dhe ndeshja humb pasi Don Poloshka u aktivizoa vonë në lojë, vetëm pasi që qerja e Prishtinasve ja nisi të shkon te poshtë. Për më tepër në çastet vendimtare është ai që merr përgjegjësinë e organizimit lojës dhe lidhjes së hallkave në një për ta shtyer ekipin përpara dhe nuk është lojtar që ka qejf dallohet me statistika individuale sikurse të tjerët. Tepeja patjetër duhet të theksoj formën e shkëlqyeshme të kapitenit Dardan Berisha, që po e shohim të disponuar për lojë si vjet sikurse në kohët e arta, sidomos me treshet e tij në çastet vendimtare, që janë karakteristikë dhe shenjë dalluese Dardanit, lojtarit më të mirë të gjitha kohëve në Kosovë, i cili po luan me 13 presje 5 pikë në ndeshje dhe është snajperisti më i mirë i ekipit. Dueli fillon me topin e parë për Pejanët, Dardani për Johnsonin. Me njëherë atje Azemi pranë Dardanit, i vetmuar tenton atje, nuk realizon. Musa Mala, mbyllje e mirë e lojtarëve. Pick and roll, me njëherë atje do të shkon me Kakrukin të shofim në, gabim. Kakiusi si ngrit duart, pyet se çka është duke ndodhur në këto dy sulmet e para. Pra, nuk kemi realizim nga asnjëra skuadër. Pick and roll mes Greenit dhe për mrekulli atje Musa Malës tenton, nuk e përmirëson Herndon, kundër sulmi shpejt. Azemi vetmuar tenton për treshe, i shtyer nga prapa nga Johnsoni, ka qenë ky edhe faul ndoshta. Dardan Berisha shpejt për Musabin. Musabi, mirë po, kthehet shumë shpejt atje Burns. Mbrojtje të mira të fuqishme në start të dyja skuadrave. Nuk ka pozita të lehta për të gjuajtur Dardani, e pa se si po i prejnë ato vijat e pasimit. Edhe një sekond, Dardani në stilin e tij, sikurse dikur Rahmetlia Dražen Petrovići, për mrekulli, të dytë kanë luajtur në Cibon, edhe ai edhe Dardani e realizon për 0-2. Kundër sulmi shpejt atje, mbrojtje e mire Arjan Azemit. Herndon, shikoni se ku duhet të dalë, e kanë shtyr Herndonin jashtë atje Kakruki, pick and roll, por sa bukur lirohet me mirë, po me njëherë pas këtij pick and rollit, po e shihni aty vjen ndihma e Burnsit dhe e mbyllin Johnsonin duke detyruar që të gaboj. Otri për Bailin. Luan me shpin. Dy flok gjatët Bailey dhe Green luftojnë dhe Bailey është më i suksesshëm, barazon rezultatin në 2-2. Personale e Kakrukit, përshëndetet atje
me Kakrukin, faulli par i Valmirit. Johnson e pret blokun dhe pick and rollin me Herndonin, shkon deri në fund, depërton, lejon atje depërtimin Kakrukin, nuk e mbyll mirë, rikthehet e përsia 2-4, Otri. Bukur për mrekulli për Valmir Kakrukin, i cili realizon tentim për 3 pikë sa radhe, nuk ka shënim kundër sulmi shpejt, por nuk ngutet atje Burns, e kthen te Azemi, i cili tenton për herë të dytë, dhe për herë të dytë e huq, nuk e dërgon topin te vendi. Green kërkon që të hapet sulmi dhe hapësira, bukur Green me Dardanin, topi shkon shpejt, lëviz. Deondre, Herndon për mrekulli atje, e mbledh 2 lojtar, dhe asiston në thellësi për 2-6 e përsin për 4-6, falni, e përsin e sërishme të Go Plus PS. Adhurues të basketbollit sonte po takon 2 nga top 3 skuadrat më të mira gjitha kohën në basketbollin e pavarur kosovar, Sigar Prishtina. Më e mira me 4 trofe, Go Plus PA e treta që në listën historike, nga pavarësimi 91-92 ka 15 trofe, është kjo përballja e parë si vetë mes 2 rivalëve të moçëm, ku PA po hyn si lider pas një starti të shkëlqyeshëm me 4 fitore pa humbje kundër Sigal Prishtinës, e cila pati start perfekt me 3 fitore pa humbje, para se të ndeshim me Bashkimin e shkëlqyeshëm që po ashtu ka 4 fitore pa humbje, dhe pas sa ndeshje do të ndeshet me Yllin për mrekulli atje, deporton në thellësi dhe përsëri e barazon rezultatin 6-6, është ky barazimi 4 sonte deri tash. Dardani, 2 fishot, por shumë shpejt atje. Sa bukur atje, Musab Mala e mendoj mirë, po ja pasoj topin prapa në ekranet e yja Greg Gibson, trajneri i PS, i cili ka 3 tituj të kampionit të fituar në Finland, në shtetin i cili si vjetu shpalli 4-ti në Eurobasket. Emër i respektuar në Skandinavi dhe në INBL, në basketbollin e Evropës veriore. Otri atje për Burnsin, bukur atje, tenton t'i shmangët, deporton deri në fund, realizon për e përsin e parë 8-6 plus faul, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Atje po e shihni Kakiusisin, i cili po bisedon me Otrin. Me 6 e përsia më e lartë deri tash e Prishtinasve prej 3 pikëve. Në post të ulët atje Herndon dhe Kakruki. Herndon është më shtat lartë, mirë po Kakruki po luan ndrojtje fantastike, huqe e Johnsonit për 3 pikë për mrekulli. Edhe një herë atje Kakruki ndalët kësaj radhe, asiston për Burnsin për 11-6. E tani kemi një seri prej 7-0 të Prishtinasve. Dardani deporton në thellësi për mrekulli, i pandalshëm Dardani. Thash edhe në fillim, po shkëlqen si vjetë, si në ditët më të mira. Mbrojtje mire Musab Malës, i cili e vjedh të top dhe e detyron në Otrin që të del me top jashtë. Edhe njerë të shofim. Një 11-8 pas këtij deportimit të Dardanit, 4 pikë nga Dardan Berisha.
Green. Edwards është inkuadruar në lojë, Caesar Edwards. Lojtari i cili sapo ka përfunduar kolegjin Georgia State, mori pjesë në Oklahoma City Thunder NBA Summer League Camp. Në 5 ndeshje pati një mesatare prej 4 pikëve e 6 kërcimeve. Caesar Edwards, i cili erdhi në pej, lufta atje me kthim prapa për mrekulli. Atje realizon DeAndre Burns për 13-8 mbi Johnsonin. Deporton Johnson në anën tjetër dhe afron rezultatin 13-10. E përsia më lartë e Prishtinas dhe deri tash 5 pikë. 6 minuta loj, 13 me 10 TP-a me 4 pikë më i miri Dardani. Ka Kruki, blok për Otrin, i cili lanson dhe treshën e parë sonte e realizon, për e përsi prej 16-10. E ngritët atje Arti Hajdari, do të inkuadrohet në loj. Largohet Dardani, i paknaqur është me zëvendësimin e tij. Nuk dëshiron të ftohet. Kramer është bërë gati që të inkuadrohet në loj me Lekëndrejën. Ka Kruki dhe Burns largohen. Kramer dhe Lekëndrejaj në loj. Në vend të Dardanit Berishës kemi Arti Hajdarin. Malja në anën tjetër e kërkoj topin. Bukur atje Green deportoj, mirë po nuk realizojnë. Dalet në mënyrë të palejuar nga Bailey. Personalja e pare Adrio Bailey në vijnë e gjuajtjeve të lira. Green. Tash Green, 27 vjeçari, aljoja 203 cm-she, i cili erdhi nga Newcastle Eagles, skuadër e cila edhe vitin e kaluar edhe si vjet pra luan ENBL, është finaliste. Bukur atje e mbyll trapezin Lekëndrejaj 16 me 11 kërcimi ti posa hyri në loj. Kramer nuk e bëri blokun si duhet. Ufa, në anën tjetër Bailey atje gaboj. Edwards kundër sulmi shpejt. Green tërhiqet për treshe, me gjithate Lekëndrejaj është me njerë pranti. Mala për mrekulli mbi gigantin Prishtinas. Kramerin shkëputet dhe realizon. Tenton të përgjigjet në anën tjetër dhe Bailey mirë po pa sukses. Tentim për treshe dhe për mrekulli me një seri fantastike. Edhe këte treshe rezultati barazohet në 16 me 16, një seri prej 5-0. Është ky barazimi 5 sonte. Në anën tjetër përgjigja dhe në treshe me treshe 19 me 16. Në anën tjetër edhe Edwards për 19 me 18, një ritëm më i shpejt tani i të dyja skuadrave. E kanë shu dorën snajperistat. Në tjetër gabon atje Otri. Malja. Don Poloshka dhe Burns do të kthehet në loj. Kramer e ndihmon atje te Edwards, giganti 213 cm. Malja i vetmuar, lëvizje bukur mashtruese Musabit, por nuk realizon. Azemi shpejt për Otrin. Në tjetër tentim, por Bailey i pa suksesshëm. Bukur atje Johnson kundër sulmi shpejt. Arti Hajdari e kthen për Greenin. Kthehet në mbrojtje Sigal Prishtina. Malja i vetmuar edhe një herë për të rikthyer përsin në 19 me 21. Treshja e dytë është për Go Plus Pejën.
Po him në 90 sekondat e fundit. Kthehet me një seri fenomenale prej 9-1 Peja, 9-3 fali. Personale Edwardsit ndaj gigantit Kramer, Kelby Kramer, 213 cm, natyrisht Cesar Edwards. Është i gjatë 208 cm, por më pak masiv se sa Krameri. Cili ka një efikasitet prej 67% via gjuajtjeve të lira, nga loja largohon Musab Mala dhe Johnson. Në lojë për herë të parë sonte Skylar Flayton dhe Malcolm Armstead me shumë lojtar luan trajneri Gibson, një rotacion i pasun i trajnerit Gibson dhe deri tash në çerekun e parë Gibson ka luajtur me 9 lojtar, i ka inkuadruar në lojë përveç Adema Isalla Begolli dhe Nila nuk janë inkuadruar, gjithë të tjerët ishin në parket, dhe janë. Shofim Flayton atje për Armsteadin, pick and roll me Edwardsin, natyrisht Armstead kur hyn në lojë, me të vërtetë çdo gjë ndryshon. Veterani 37 vjeçar, ish reprezentuesi i Kosovës, në fakt ende reprezentuesi i Kosovës, Armstead e pa se si e hapi lojën dhe mundsoi asistimin dhe pikët për Greenin. 20-23. Lekëndreja i ndalet në mënyrë të paliuar nga Arti Hajdari. Blok i mirë atje, por gabon Lekëndreja, e humb topin kundër sulmi shpejt, 4-3. Edwards deri në fund. Kelby Kramer shkaktoi personale, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Cesar Edwardsin. 82% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira ka Edwards. Mirë po sonte herën e parë huq. Herën e dytë është i saktë për 20-24 e përsia më e lartë e pejanve. Në fund para pas ati disavantazhi prej 5 pikëve, 16-11. Kemi një seri prej 13-4 të Pejas në këto 3 minutat e fundit. Poloshka për Burnsin, Burns, lëvizje bukur mashtruese, mirë po e huq. Edwards më i larti në kërcim, e mbyll mirë atje Kramerin, topi shkon në kënd të Arti Hajdari. Armstead tenton, nuk realizon. Poloshka më i larti në kërcim, edhe çereku i parë mbyllet me rezultatin 20-24, një çerek i parë shumë dinamik, shumë i shpejt, shumë intensiv. E patëm një start më të mirë, të lehtë Go plus Pejas. Mirë po, më pas Prishtina si të shkuan deri në 6 pikë e përsi, pra 16-10, para kësaj serie finale 14-4, shkojmë me reklama. Ajden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape logarin t'i këtu, ngam t'i vu. Hape logarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiq breski nevoj për këtë punë bank me shku, ngam t'i vu. Banka ProCredit, goti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life.
po I shohim edhe statistikat pas pjesës së parë. Pea ka dominuar në kërcim definitivisht 2 fish më shumë kërcime, 12-6 edhe në asistime më mirë 6-5. Po I shihni treshët dhe ky edhe është arsyeja këtu me 4 pike përsi, edhe pse duhet thënë se pas asaj e përsis prej 16-10 të cilën e krijoi Sigal Prishtina, ndërsa kishin mbetur edhe 3 minuta e 56 sekonda lojë, pra 4 minutat e fundit, pas asaj treshet Otrit për repërsin maksimale të Prishtina dhe për 6 pikëve. Në anën tjetër me deportimin e Greenit, Malit dhe treshet e Greenit dhe Musab Malës, me vërtet ky tandem arriti që të ndihmoj skuadrën pejane në serin prej 14-4 dhe minusin prej 6 pikëve ta shndroi në plus 4 në fund të 10 minutave të para. Tek ja dhe kolegu ynë Arber Logja në mesin e shikuesve me shumë vëmendje po e shikon këtë ndeshje. Është derbi I Xhiros, kryendeshja e Xhiros 5 Pro Credit Superligës. Pas kësaj ndeshje një skuadër tjetër e pamposhtur, Bashkimi për Golden Eagle Yllin, në ndeshjen tjetër interesante të kësaj xhiroje, e cila përsëri është e penguar për shkak të zhvillimit të ballotazhit në zgjedhjet komunale. Nesër në Sezai Suroj Rahoveci do të ndeshet me vllaznimin, ndërsa tash Golden Eagle Yllin në trama qershorje pret Bashkimin. Ndeshja Bora Trepça për shkak të zgjedhjeve u shty 22-24, po I shohim lojtarët më të mirë, Burns me 7 dhe Green me 8 pikë të realizuara. Pas çerekut të parë 22-24 aktualisht Edwards mbi Kramerin realizon dhe rikthen e përsin prej 4 pikëve. Poloshka për Lek Andrejan, I cili pa prit fare atje tenton, ndërsa Kelby Kramer, giganti 213 cm, qendër 26 vjeçare, cili erdhi nga Greqia, shkakton personale. Është kjo personalja e pare Kramerit në këtë duel sonte. Armstead për Dardanin, I cili është rikthyer në lojë. Poloshka është pranë Dardanit, bukur në thellësi atje, por Danieli është menjëherë për Armsteadit. Tenton atje sa bukur e pengoj, por e përmirësoi dhe realizoi touch Green për 22-28. E tani kjo është e përsia më e lartë prej 6 pikëve. Të dyja skuadrat patën e përsi maksimale prej 6 pikëve. Burns përgjigjet në anën tjetër për 24-28 e zbut. Asnjë nga skuadrat nuk shojnë më shumë se në plus 6. Tentim për 3 pikë, nuk ka shënim. Kramer më I lartë dominon kësaj radhe. Burns për Poloshkën, nuk tenton doni. Lek Andreja I kësaj radhe vendos të deporton. Poloshka nuk po gjuan për 3 pikë. E tani mbetet I vetmuar, deporton deri në fund, nuk realizon. Mbetet 24-28, ishte në sekundën e fundit të sulmit. Armstead deporton deri në fund, e shet të vetmuar atje Flaytonin, I cili lanson topi hamendet aty në mostin dhe në fund hyri. 24-31, time-out ka kërkuar Mihailis Kakiuzis, I paknaqur me mënyrën se si po luan skuadra e tij. E përsia më e lartë prej 7 pikëve deri tash. Në minutin e 13 të kryendeshjes Xhiros së 5 të Pro Credit Superligës, thash adhurës të basketbollit, është kjo përballja e parë si vjet mes dy rivalëve të moçën, ku Pea po hyn si lidere pas një starti të shkëlqyeshëm me 4 fitore pa humbje. Kundër Sigal Prishtinës, e cila pati start perfekt me 3 fitore pa humbje para se të ndeshej me Bashkimin. Fantastik si vjet. Dhe Prishtina psoi disfatën e parë këtë edicion. Andaj sonte Prishtina si po kërkoi këndellje pas disfatës nga në Prizren, kurse Peano synoi të mbetën të pamposhtur. Dhe
të shohim edhe pas ndeshjes me Golden Eagle Yllin, nëse edhe Bashkimi do të mbetet i pamposhtur, të dyja synojnë, pra edhe Bashkimi edhe PEA, të ruajnë epitetin e skuadrave të cilat ende nuk kanë humbje pas 5 gjirove, në mënyrë që dilemën se cila skuadër do të hapson humbjen e parë si vetë ta lënë për javën e ardhshme, kur këto dy skuadra takohen në Sezai Suroj, pra kryendeshja e gjirës së 6, Bashkimi Go plus PEA do të zhvillohet javën e ardhshme. Vetëm t'ju rikujtoj se edicionin e kaluar të dyja këto skuadra i kanë dhënë nga 2 fitore secila, me PEA-n e cila fitoi përballjen e fundit me rezultat të thellë 100-70, duke dominuar absolutisht me 30 mars këtij viti. Si do të jetë sonte mbetet shihet, pasi që rivaliteti i vjetër po portrihet në këtë edicion ku të dyja skuadrat kanë hyrë me vërtet me pretendime të qarta për titull, së bashku me nënkampionin aktual dhe koliderin e pamposhtur Bashkimin, Trepçën e cila po synon titullin e 3-3 apo 3-peat si i thonë në NBA, si do tjetë pra sonte, do të shohim. Aktualisht 7 pik plus për Go plus PEA-n, e cila ishte në minus prej 6 pikve. 16-10, mirë, po, ja, opa, për mrekulli atje Burns. Shkaputët dhe realizon për 26 me 31. Në thellësi për mrekulli atje Alan Herndon furnizohet nga Malcolm Armsteadi, është usta, është mjeshtër i këtyve parabolave në thellësi në vinë e fundit atje. Herndon u lëndua pak atje pas këtij faullit Bailit. Në vinë e gjuajtjeve të lira, ka një efikasitet prej 67% tash Herndon, herën e parë realizon për 26 me 32. Është kjo pika e parë e Alan Herndonit, i cili ka dhe 2 kërcime, 1 asistim, ata asistimi parë që e bëri për Edwardson. E huq tentimin e dytë mbetet 26-32 plus 6 për Go plus PEA-n. Doni kërkon shumë të ngadalshëm në lëvizje lojtarët e Prishtinës sonte. Bukur atje për mrekulli në thellësi. Doni asiston, ndërsa Adrio Bailey e gozhdon. Edhe njëherë pasimet e Donit kanë sy. 28 me 32. Herndon në stilin e playmakerit, pra e merr rolin e Armsteadit dhe shumë shpejt kthehet pick and roll. Deporton, por Armstead e pason te Flayton, i kthehet topi Armsteadit, Flayton tenton, nuk realizon, Edwards e përmirëson dhe koshin e shmonton. I arzakonshëm është Caesar Edwards me këto kërcimet në sulm edhe përmirësimet për 28 me 34. Lojë e bukur po shkon sonte në Prishtinë, mis të rivalve të vjetër. Flayton e ndar në mënyrë të palejuar DeAndre Burnsin. Është ky fauli parë, personalja e parë e Flaytonit, me të vërtetë i ka shpërndarë dhe faullat skuadra e PEA-s. Bailey me 2 dhe Kramer, i cili ka po ashtu 2 personale. Kramer është ullur për të pushuar. Adrio Bailey është në lojë dhe duhet të ketë kujdes, një prej anëve kryesore Prishtinase. Burns për Odri, tentimi Donit, Gjuan nuk shënon. Airball i Donit. Bën gati treshja Dion Haxhosaj, Otri dhe Azemi për të inkuadruar në lojë. Nuk është i kënaqur me atë se çka po ndodh në parket Mihailis Kakiusis, trajneri me famë botnore si lojtar, i cili fitoi me Greqinë Eurobasketin 2005, medalën e argjend në botrorin Japonia 2006. Ishte lojtari shumë skuadrave të mëdha, mes tyre Barcelonës. Bukur ati, usa, bukur. Doni pasoj te Valmiri, i cili e huqi. Armstead me treshe
për 28-37 e përsia më e lartë. Dhe time out kërkon Mihailis Kakiosis. E përsia më e lartë prej 9 pikëve për Peën. Është kjo treshja e 4 e Go Plus Peës sonte nga 12 tentime. Vetëm 2 treshe i ka realizuar Sigal Prishtina nga 9. Dominim absolut, ajo ku po dominon Go Plus Peja janë kërcimet, 17 me 9, gati 2 fish më shumë kërcime, kështu ishte edhe në qerekun e parë, 12-6 ishin në kërcime, 2 fish më shumë kërcime, me vërtet Peja zakonisht, Peja po luan me një sulm të organizuar mirë dhe po e ndërton sulmin me durim, po kryon hapsin me deportime, për deportime dhe vendosin e lojtarët fuqishëm në brendisi Grini dhe Hendoni. E me fundorët po bombardon nga distanca. Ndërkohë Prishtina edhe pse ka lojtar që din të mbyllin mirë koshin dhe të marrin kërcimin në mbrojtje, kjo nuk po ndodh. Në kërcim në mbrojtje duhet të ndihmojnë edhe lojtarët fundor, gjë të cilën sonte nuk po e bëjnë ashtu si duhet. Pra, përparësia kryesore e Peës janë këto treshet nga këndi dhe qarkullimi shpejt i topit në hapësirë. E këto deri tash Prishtina nuk ka arritur ta mbron, sidomos jo këtë gjuajtjet, bombardimet nga qoshet e fushës, pasi që Peja nga aty pra ka një mesatare prej 40% kur është e pambuluar. Të shohim se si ka ndikuar ky time-out i Mihailis Kakiusisit, ka krukje vjetë bukur këte tëb, për mrekulli atje të Dion Hagjosa, i cili posa u inkuadrua në loj, realizoj, ja gjueti pak ka kruki topin mbrapa mirë, po Dioni e kontrolloj dhe rezultati në 30-37 afroj. Armstedi kërkon pick and roll nga Herndon, mirë po, a e bëri një lëvizje mashtruese, Kinse po e bën blokun, por nuk e bëri. Dardani, edhe 4 sekonda, tenton airball, nuk realizon. Largohen Flayton dhe Armstead, inkuadrohen në loj Mala dhe Johnson. Sigurisht se Dardani tani do të kaloj në pozitën e shuterit, anash dhe do të jetë shumë më i lirë. Burns të Prishtina tashmë me 11 pikë të realizuara dhe 3 asistime, është figura qendrore e bardhe kaltërve Niko Qirve. Nga ana tjetër TJ Green, fantastik, me të vërtet thash, po dominon në brendi TJ Greeni, 10 pike, 5 kërcime i ka TJ Green, me 7 pikë Caesar Edwards, 2 shtatë që i ka Caesar Edwardsi, aljo amerikane thash, i cili vjen nga kolegji Georgia State. Mirë po, duhet përmendur pa tjetër se ishte në kampin veror të NBA kampin veror të Oklahoma City Thunder. Caesar Edwards në ato minuta që i kaloj në parket për 9 minuta e gjysmë ka realizuar 7 pikë dhe 7 kërcime, i ka dhe 2 asistime. Dhe po presim adhurues të basketbollit, anonsin si duket do t'i jepet vrejtje tifozëve. Është dashur që zyrtari i Prishtinës të hyjë nalt atje ku i kemi edhe kamerat tek zërimi në mënyrë që të jep anonsin, lajmërimin, para lajmërimin tifoze, prandaj edhe po zgjat kjo pauzë.
Sigurisht se kjo do t'i ftohë dhe lojtarët e të dyja skuadrave. Është kjo pra vrejtja e parë për mos ofendime në korn, për çka ekziston në rregullore edhe ai neni famkeq. Dion Haxhosaj për Kakrukin, dorëzimi topit Chris Cross Teçë, atje krijohet hapësi natri për Dion Haxhosajn. Valmir Kakruki për mrekulli. Aksioni bukur i ndërtuar me shumë pasime, qarkullime dhe 32-37 Dioni për mrekulli, pika e 4 e tij. Afrohet rezultati nga 9-5. Dardani për Herndonin, i cili deporton në thellësi, ndalet në mënyrë të palejuar nga Alan Herndon. Edhe një herë. Si duket është lënduar pak atje Alan Herndon. Rutin 2 gjuajtje të lira për te. Herndoni nga 2 tentimet e kaluara qëlloj 1. Edhe kësaj radhe në vine gjuajtjeve të lira. Herën e parë është i pasakt. Po ka të lashe atje Alan Herndon, giganti 208 cm i pes, në mënyrë identike si kurse herën e parë nga 2 tentimet, një e realizon, një tjetër e huq, 32-38, 6 pike përsi. E përsia më e lartë e pes ishte ajo prej +9 pak më herët para 1 minute. Otri shpejt për Azemin, Kakruki me të vërtet si vjetë po shoh lojra të mira, dalet në mënyrë të palejuar nga Caesar Edwards, i cili nuk pajtohet bashkë edhe me këte vendim, thot se e ka dëbuar topin, si do qofë Valmirin do të jetë në vine gjuajtjeve të lira. Si vjetë ka një efikasitet prej 50% nga vija gjuajtjeve të lira, ju kujtohet para 3-4 viteve kur ishte në Prishtinë, ka pasur të lashe të mëdha me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira dhe nëse nuk gaboj, aso kohë përqindja e realizimit të Valmirit ka qenë dikun 30%, mirë po, ja, sonte po e shofim dukshëm më i koncentruar, si vjetë e ka ngritur në 50%, tërështë përvoja dhe ushtrimet e bëjnë të vetën, sonte 100% efikas, i sigurt, realizon të 2 gjuajtjet e lira për 34-38, kur ka mbetur edhe 3 minuta e gjysmë deri në fund. Dardan Berisha për Johnsonin, i cili tenton dhe treshen e realizon, çmendet atje Kakiusis, kthehet, posa u kthye në 4 me këte treshe të Johnsonit, e përsia në 7 pik, me të vërtet 3 pikshat e PS janë shumë të rrezikshme. Dioni tenton dhe përgjigjet, fantastik është Dion Haxhosaj, alo qendra, rezervisti Dioni, me 206 cm e ti, po kërcen, po deporton, po realizon, e që besa edhe me treshe po bombardon. I riu Dion, 5 pik të ti, për të afru rezultatin në 37-41, mirë po sado që Prishtina si të afrohon në mënyrë fantastike, Pea po e shfrytëzon për parsinë e vetë kryesore treshet, sonte jo vetëm nga këndi, por nga gjitha pozitat. Ja shikoni sa bukur atje, për mrekulli, deporton kësaj radhe Arti Hajdari për 37-43. Burns tenton mu përgjegj, nuk e arrin, Dion Haxhosaj me kërcim,
2 minuta e gjysmë deri në fund të pjesës së parë të këtij derbi të Gjirës së Pestë. Ka Kruki shkaktoi faull. Po. Lëvizja atje Valmiri në blok dhe Endali nuk guxon me bo këto, nuk guxon me lëviz në drejtim të lojtarit. Vendimi drejti referme, Johnson me mjeshtri atje e shfrytzoi këtë dhe kjo personalja e dytë e Valmirit. Green është inkuadruar në lojë, është kthyer fenomenal faulli i Dion Haxhosajt. Dioni është ai i cili shkaktoi personalja e parë Dion Haxhosajt. Edhe 2 minuta e 6 sekonda deri në fund. Në lojë do të rikthehet Audrey Bailey. Green Isak nga tentimi i parë për 37 me 44 kthehet në 7 pike përsi. Fantastik është me të vërtet Taj Green. Njeriu i cili erdhi nga Liga Gjermane, ka luajtur edhe në Newcastle Eagles. Do të kemi zëvendësim te Prishtina. Largohet ka Kruki. Bailey në vend të tij, 37 me 45. Edhe 2 minuta të fundit në këtë çerek. Ju kthye gati e përsis maksimale Peja. Burns atje reagon për 39 me 45. Bukur Johnson mbyllet atje nga Burns dhe gabon. Gibson kërkon që të koncentrohen në fund të pjesës së parë. 4 topa të humbur i ka Prishtina deri tash. 4 i ka dhe Peja, tenton atje, për paksa nuk u lëndua atje DeAndre Burns. Edhe njëherë, faulli Johnsonit e shtyu nga prapa Burnsin, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Flayton dhe Armstead do të kthehen në parket në vend të Johnsonit dhe Artit. Burns është në mesin e ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të Prishtina. 90% të efikasitetit ka nga via gjuajtjeve të lira, por ja sonte e huq vetëm gjuajtjen e dytë në këtë kampionat. Deri tash ishte 9-8, tani 10-8 në përgjithësi, pra në të gjitha ndeshjet e zhvilluara. 4 ndeshjet paraprake këtë të pestën, herën e dytë realizon për të afruar rezultatin në 40 me 45. Mala shkon anash në krahun e majt, kërkon të hapet loja atje. Edwards dorëzon topin Marius. Green nuk e pranon si duhet. Green dhe Bailey në pozitën e postit të ul 2 alot, deporton atje Green në thellësi, gabon në pasim, por e vjell Flayton. Çmendet ka Kiusis, nuk ka faj. Armstead për mrekulli atje, Haxhosaj, sa bukur për mrekulli për toke Edwards te Mala, qyshe lexoj edhe Mala Musabi, qyshe preu këtë hapësir në thellësi për 40 me 47. Burns për Bailey, i cili tenton, nuk realizon, por edhe një herë atje Dion Haxhosaj kërceu, por nuk realizoi. Në anën tjetër, Green deporton, nuk realizon, dalet në mënyrë të palejuar. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira edhe njerë në thellësi. Atje ishte Otri, Lamb Otri, i cili e ndalin në mënyrë të palejuar.
Taj Green deri tash 12 pikë të tij, 4-3 është nga vija gjuajtjeve të lira. Herën e parë i pasakt. Kakiusis kërkon atje mbylljen e mirë të lojtarëve. Edhe 38 presje 7 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Realizon Green pika e tij 13-14 me 48. Kërkon atje me njëherë pressing në tërë fushën. Ngatrohet atje dhe rrezohet mala, mirë po me njëherë kthehet, mbetet në Burnsin. Bukur atje lojnë krijon hapësin, nuk ka mismatch, ndrim të gabueshëm të lojtarëve. Tenton atje dhe realizon Lambotri. Kosh foul, treshe edhe gjuajtje e lirë të shofim. Gibson kërkon simulim të Lambotrit. Referët me gjithate, jo, nuk e kërkoj sfidimin e këtij vendimi. Treshe për 43 me 48 dhe mundësi që të afroj rezultatin në 4. E bën këte Otri me 4 pikë të një pasnjëshme. 44 me 48. 7 pikë të Otrit, i cili ka dhe 3 asistime. Armstead mjeshtri asistimeve në fund, depërton. Gabon këte edhe një sekond dhe pjesa po mbyllet me 40 me 48. Adhurues të basketbollit, një pjesë e parë shumë interesante. Prishtina pati në minutin e 5, në minutin e 6 të duelit e përsi prej 6 pikëve, 16 me 10, pasoj ajo seria prej 14 me 4 nga Go plus Pea, e cila ishte e udhëhequr nga Musab Mala dhe Taj Greeni, e më pas në qerekun e dytë, pra përsëri në fillim, pra në start të këtij qereku, ishte Armsteadi ai i cili me asistimet e tij, pra fillimisht filloi të furnizoj në brendi Edwardsin dhe Greenin, para se të asistonte për Flaytonin dhe treshet e tij. E më pas Armstead edhe vetë realizoi treshen, pra figurë qendrore e skuadrës Peas. Në qerekun e dytë ishte Malcolm Armstead, i cili u ngrit nga banka rezerv duke asistuar 4 herë. Fantastik ishte, e vodhi një top dhe realizoi treshen për të krijuar atë e përsin maksimale prej 9 pikëve, 28 me 37, e më pas në fund pa dyshim duhet potencuar të Sigal Prishtina, pra kontributin të cilin e dha Kakruki, pikërisht ky djalosh të cilin po e shihni në ekranet tuaja, dy lojtarët shtatë të dytë shqiptarët e Sigal Prishtinës, Kakruki dhe Dion Haxhosaj. Dioni, i cili me hyrjen e tij dha sigurin në brendi, i ndihmoi Valmir Kakrukit pasi që Kramer nuk ishte në nivel të detyrës. Kakruki dhe Dioni e kryen punën e tyre nën kosh me 8 pikë dhe 2 kërcime, 2 asistime të Kakrukit dhe 5 pikë dhe 2 kërcimet e Dion Haxhosajt. Prishtinasit në fund pra arritën që të mbeten në lojë, natyrisht mos harrojmë edhe këtë 4 pikëshin e realizuar nga ana e Otrit, i cili pra shënoja treshe dhe undal në mënyrë të paljuar. Po shkojmë me një pauzë, po shkojmë me një pushim 10 minutësh për të rikthyer me njëherë në palestrën e sporteve dhe të rinisë në Prishtinë, ku Go plus Pea ka një e përsi prej 4 pikëve pas 20 minutave të para në duelin ku Go plus Pea po synon të mbetet e pamposhtur pas 5 gjirove, ndërsa Sigal Prishtina po synon që të ndërprej serin e humbje jo, po që të këndellet pas disfatës pësuar nga bashkimi javën e kaluar dhe t'i kthehet fitoreve.
kush çka do të bëj, si do të përfundoj, këtë dilemë do ta shohim pas 10 minutave.